Tela elektrik mbi shtylla të degraduara, druri, kablo elektrik në mes të rrugës dhe mbi pemë, kjo është gjendja e sistemit elektrik në fshatin e ri në njësinë administrative Posri. Këto pamje tregojnë qartazi rrezikun që u kanoset banorëve të kësaj zone dhe çdo kalimtari, ndërsa operatori i shpërndarjes së energjisë nuk ka marrë mundimin të investojë qoftë edhe një qindark për të ndryshuar këtë realitet. Banorët thonë se prej 25 vitesh, OSHE nuk ka vënë dorë asnjëherë për përmirësimin e sistemit të rrjetit. Ton ditën e ton natën jena me rrezik, një vetim me shkrep, na jana rrezik, se qyrës. Si janë pishat, janë shumë keq. Janë shumë keq, na dana vetëm me ne hjek. Për hatërik pusëm, telat me ne godi shteti, se na qitash qysh se ka drita në vilë janë i të tela. Si i kana ullna. E këtë problem kana mardjal, si i kana i të drita, tash 25 vjetë, si kana ra këtu, i kana me vu me shtylla. Shtyllat tona, edhe e kana shumë problem prej pishave. Na dana me i këput këta pishat. Tash duhet të këtë problem, me ngritjo, me ardhi kush, me i fik, me ardhi me na vu shtyllat tjera, se këta janë kërë. Shtyllat e dronit duhet me zhduk faret, ku i thënë, me betonit një kast nalta bile. Sa ma nëllë që t'jenë betonit, as ma mi është për njerëzimin, se s'ka rrezik. Edhe me kanë lidhe taman me specialistat të elektricitetit, me kanë me në normave të regullave. Një kja shtyll, një atë si është rrezik ballasht për njerëzit. Se qa lidhet kanë bo, asë unë se di. Po shoh zotën në vëshhajt, ja lam zotit se frik ballasht. Për atë 2 javësh, këna pas defekte ball, në transformatorat atje, kabina. Po, nga neglishenca e atë elektricistave. Sipas banorëve, ata kanë ngritur zërin shpeshherë në dyert e OSHE-s, por pa patur asnjë rezultat konkret. Gjendja në fjalë duhet të shërbejë një këmban alarmi që autoritetet të vënë dorë përpara se të jetë vonë dhe ndonjë tragjedi të bëhet shkaku kryesor pastaj për të investuar.